Përshëndetje. Besoj se dihet të gjithë u njohët me lajmin që Gjykata Kushtetuese e Polonisë, pas 20 vite debatesh, vendosi që Partinë Komuniste Polake ta nxjerrë ta qytë jashtëligjshme. Padyshim që ky është një vendim i cili është marrë në kushtet duke bërë një analizë të thellë, duke marrë parasysh të gjitha vuajtjet, krimet, persekutimin, diskriminimin, stigmatizimin po deshët të gjithë periudhës së komuniste në Poloni dhe vendosin që ta nxjerrin të jashtëligjshme. Gjithashtu, Gjykata Kushtetuese ka vendosur që çdo propagandë komuniste, organizata, persona, qytetarë të ndryshëm, komunitete të ndryshme glorifikojnë ose hedhin në publik shpërhapin ide komuniste, do të dënohen deri në 5 vite. Ky është vendimi i dytë në kuptimin 2 shtete, më parë ka qenë Çekia disa javë më parë që ka vendosur që ta dënoj ata që përhapin ide komuniste ose propagandojnë ide komuniste në publik të dënohen deri 5 vite burgim. Këto janë vendime të 2 vendeve të cilët e kanë vuajtur në kurizë të tyre komunizmin. Jo komunizmin do kudo, po komunizmin stalinist. Padyshim që ato nuk e kanë vuajtur si Shqipëria. Shqipëria ishte tjetër, sepse Shqipëria ishte një komunizëm fundamentalist, u kthye në fe. Shqipëria u kthye në fe, një fe e cila ka zënë rrënjë thellë te shqiptarët për 46 vite dhe vazhdon akoma të predikohet komunizmi si diçka e mirë. Unë do të perifrazoj mikun tim Visargjiti, i cili disa vite më parë bashkë me të ndjerin Max Velo kishin shkuar në Poloni të ftuar në një takim të organizatave ndërkombëtare antikomuniste për të kujtuar krimet e komunizmit. Dhe të gjithë aty, tha zoti Gjiti, diskutuan si duhet ta luftojmë komunizmin, që ato ide barbare, kriminale, kështu me radhë mos të kthehen më, por ne duhet të kujtojmë ato dhe të themi të rinjve që komunizmi ka bërë këtë dhe si e keqja më e madhe e njerëzimit. Duke marrë parasysh faktin që komunizmi ka shkaktuar plot mbi 100 milion viktima. Besoj se ju që keni lexuar librin E zi të komunizmit, i cili është ribotuar dhe është përhapur së fundmi edhe nga ish lideri i Forca Italia Silvio Berlusconi, dhe ku ka propaganduar që ky libër I zi I komunizmit duhet të lexohet dhe duhet të studiohet edhe në shkolla, në katedrat e kështu me radhë. Dhe zoti Gjiti, pasi I erdhi radha për të folur në këtë takim të madh të vendeve ish komuniste që tregonin për problematikat që post-komuniste të këtyre vendeve, zoti Gjiti dhe zoti Max Velo I ndjeri nuk folën. Dhe të gjithë habitën pse ata nuk folën. Ne tha nuk kemi çfarë të diskutojmë, tha zoti Gjiti, sepse tha në Shqipëri komunizmi nuk ka ikur kurrë. Kështu është mbyllur ai takim. Mirupafshim.